Të gjithë hani shalqin, por nuk e dini se çfarë i shkakton diabetit, tretjes dhe zemrës suaj. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm në dobi të vlerave të organizmit. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vlera të larta për shëndetin dhe lehtëson kështu komplikacionet e tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj edhe ekspertët e këshillojnë atë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përfitimet që merr konsumi i shalqinit në organizëm janë vërtet të mëdha. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga vlerat kryesore që do të ofrojë shalqini në dietën tuaj dhe arsyet pse duhet ta konsumoni atë çdo ditë. Shalqini është i mirë për shëndetin e zemrës. Shalqini është i pasur kështu me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin tuaj të gjakut. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet të ndjeshëm me konsumin e shalqinit në vaktet tuaja ditore, duke u përkthyer kështu në një mbrojtje më të mirë për shëndetin kardiovaskular dhe lehtësim të dukshëm të komplikacioneve të tyre. Shëndeti i gjymtyrëve do të përfitojë gjithashtu nga vlerat e konsumuara nga shalqini. Shalqini përmban kështu pigmentet e tij natyrale të cilat do të luftojnë inflamacionet, thonë ekspertët. Ndaj konsumi i tij te njerëzit të cilët janë më pak të prekur nga reumatizma dhe artriti do të jetë një dobi e mirë për shëndetin dhe do të lehtësojë edhe komplikacionet e tij. Konsumi i shalqinit në dietën tuaj ditore do të ofrojë më shumë nivele të antioksidantëve. Ngjyra e kuqe e shalqinit ja atribuohet kryesisht likopenit, një antioksidant i cili do të ulë riskun e radikaleve të lira ose edhe problemeve siç janë ato të diabetit. Ndaj konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Shalqini përmban likopen, shumë i domosdoshëm ky edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës. Ngjyra e kuqe e shalqinit ja atribuohet edhe mbrojtjes së lëkurës. Antioksidanti likopen që gjendet me shumicë tek shalqini e mbron organizmin tuaj ndaj rrezeve të dëmshme të diellit duke i ofruar atij një mbrojtje më efikase dhe një lehtësim të dukshëm të inflamacioneve. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të syve. Një racion me shalqin do të ofrojë 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e shalqinit, sigurohuni ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Shalqini gjithashtu është shumë i mirë për hidratim. Sipas të dhënave të Healthline, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë. Ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do ta mbajë trupin më të hidratuar dhe do të evitojë ndërbitjet që ai mund të përjetojë çdo ditë. Shalqini ofron një zbutje më të mirë për lëkurën. Shalqini përmban vitaminën A, vitaminën B6 dhe vitaminën C, të cilat të ndihmojnë gjithashtu në mbajtjen e një lëkure të butë dhe të lëmuar. Shtimi i shalqinit në dietat tuaja mund të shfrytëzohet edhe si një maskë lëkure, duke e përzier lëngun e tij me kos. E mbani për të paktën 10 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të bollshëm. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet më shumë energji gjatë ditës. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet e tij të shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit të cilët mund të krijojnë komplikacione në shëndetin tuaj. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojë komplikacionet e tij. Shalqini përmban nivele shumë më të mira të kaliumit, një prej mineraleve më të rëndësishme që ushqen muskujt dhe garanton gjithashtu më shumë energji gjatë gjithë ditës. Shtimi i shalqinit në dietën tuaj mund të përmirësojë edhe luhatit të sheqerit në trup.
Niveli i glicemisë tek shalqini është 80 dhe falë karbohidrateve që ai përmban, do të thotë se si frut arrin të rrisë nivelin e sheqerit më pak. Tretja do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vlerave të shalqinit. Njerëzit të cilët të vuajnë nga koliti nuk duhet i thonë jo shalqinit sepse është një frut shumë i lehtë për t'u trajtuar. Shalqini është i butë dhe i lëngshëm, ndaj edhe konsumi i tij me stomakun bosh do t'i japë përfitime të duhura në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe lehtësimin e problemeve. Mbërritja e çdo vere shënon edhe ardhjen e një fruti të shijshëm, shalqini. Vera nuk mund të kuptohet kurrë e plot pa shalqinin dhe frutat e saj të stinës, të cilët japin larmishmëri edhe përfitimeve që i ofrojnë shëndetit. Shalqini është i njohur prej kohësh si një burim i shkëlqyer i vlerave ushqyese dhe mund të lehtësojë komplikacionet e tij. Për sa kohë konsumohet në rekomandimin e duhur ditor, përfitimet që do të merrni nga shtimi i shalqinit në vaktet tuaja do të përkthehen në një mburojë të vërtet ushqyese për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i shalqinit në vaktet tuaja ditore. Shalqini është i njohur për vetitë e tij të rëndësishme dhe një burim i shkëlqyer i vitaminës A, likopenit, citrulinës dhe vitaminës C, të cilat janë të pranishme në këtë frut dhe kanë efektivitetin pozitiv mbi trupin dhe mbi shëndetin tuaj. Ndaj konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një efekt më të mirë mbrojtës për shëndetin dhe më pak komplikacione të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do t'i ofrojë shëndetit tuaj të gjithë elementet e rëndësishëm për t'i bërë balë komplikacioneve të ndryshme. Shalqini do të përmirësojë shëndetin tuaj të lëkurës. Nëse jeni në një betejë të vazhdueshme për lëkurën e shëndetshme dhe të bukur, ose thjesht kërkoni që më pak të keni probleme me lëkurën tuaj, përpiquni të shtoni më shumë shalqin në dietat tuaja ditore. Sipas ekspertëve të Kurje.com, vitamina A e pranishme te shalqini do të ndihmojë në rritjen e indeve të trupit, duke bërë që të keni një pamje më të mirë, më të freskët dhe gjithashtu edhe më të hidratuar. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje dhe në një shëndet më të mirë të zemrës. Çdo kush që ka shqetësime të zemrës përjeton gjithashtu edhe më shumë probleme në shëndetin e tij. Por sipas Organic Fact, likopeni të shalqinit mundet të përmirësojë funksionet tuaja kardiake. Gjithashtu vitamina E, vitamina C, karotenoidet dhe kaliumi të shalqinit do të ndihmojë dukshëm për të paksuar kolesterolin dhe për të mbajtur zemrën tuaj më të shëndetshme dhe më të fortë. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një shëndet më të mirë të veshkave. Të keni gurë në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme dhe jo e mirë, kështu që është mirë për veshkat tuaja të shtoni produktet e duhura ushqyese dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tyre. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të evitoni këto komplikacione, sipas livelovefruit.com, shalqini i shtuar në dietën tuaj mund të përmirësojë shëndetin e veshkave dhe të evitojë kështu komplikacionet e shëndetit të tyre. Shalqini është një frut me shumë përfitime në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe si i tillë duhet të konsumohet vazhdimisht në vaktet tuaja ditore. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike dhe mbreslëndse për shëndetin. Shalqini do të mbështesë shëndetin tuaj të kockave. Shëndeti tuaj i kockave do të përmirësohet ndjeshëm me konsumin e shalqinit në mënyrë të rregullt. Ato mund të marrin gjithashtu edhe elementin e likopenit dhe kaliumit, dy prej mineraleve më të rëndësishme për aktivitetin e mirë të nyjeve dhe evitimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë për shëndetin e nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.